Kosovës është llumi. Faleminderit. Nëse mirë është ti kështu me vota, me kështu. Jo, në Kallzova dhe ma heret. Jo, mos më ndërhy, nuk të preka, nuk të folja heq. Nëse këtë qëllimi jëtë është me i marrë do vota, i bëjsh me shneta të vota. Po qëllimi kryesor i një subjekti nuk është thjesht vota. Është me ndru këtë shoqëni, me përparu këtë shoqëni. 140.000 njerëz kanë ikë prej Kosovës në këtë gjenetin që ju proklamoni që ka ndodhur në Kosovë. Kretë llumin e partive tjera, si pas gjuhës tonë, e ka pranu vetëvendosja në qeveri ko. Ka ministra që i kemi akuzu për milionera. Në kohën kur unë e te në thojza pas kemi qenë bashkë, sot i ki ministra, subën e kompjutera. Lorin Krasniqi, një qytetari ndërum i këti vend. I ka financu për mi linqu. Një financu si edhe jo me në subjekt. O, zotnim. 2025 gjartë. Se përfunduam në debatin. Një qytetari ndërum shumë i mirë pritur në Kosovë, shumë i mirë pritur në atë kohë vetëvendosje, prej liderit e krejt të poshtë, sepse ka qenë financuzi kryesor i një subjekti që ka folë për parimet forta. Sot ka met vit subjekti, parimet janë shku në drenori. Kanë bota shumë pare, sigurisht që nuk i duhet më flerini. Ja u ka kojt pare që atëherë, a ju ardhë me zemër të bardhë ka kontribu, qyshe deni ka qenë deputet, edhe s'ka garu, mos e s'ka dasht. Nuk ka përfituaj nga vetëvendosja. Viq vetëvendosja prej ti. E turp është me folë kështu, po ty se din edhe s'ki faj. Nëse u qatësuam se për këtë Krasniqi, se nuk e kishim në studio.